Komisioni për reformën administrativo-territoriale u shoqërua me debate mes pozitës dhe opozitës. Bashkryetari i Komisionit Demokrati Luciano Boçi u shpreh se nëse ndiqen të njëjtat metoda si në reformat e kaluara, puna e këtij komisioni do të jetë një dështim. Ai tha se thelbi i kësaj reforme është një ndarje e re territoriale me më shumë bashki dhe shërbime, ndërsa shtoi se reforma e fundit përfundoi me një hartë politike që sipas tij u nda në bazë të numrit të votave dhe jo të interesit të qytetarëve. Në të vërtet, ajo që na ka bërë këtu për të realizuar këtë reformë, në radhë parë është jo BE-ja, por është dështimi spektakolar i reformës së 2015-s, e cila në fakt u nis si reformë që do modernizonte pushtetin lokal dhe u shndrua në një centralizim brutal, duke i hequr kompetenca pushtetit lokal dhe duke çuar qeverisjen vendore në një mos funksionim në shumë territore, themi sakt fare. Ne po bëjmë një reformë mbi reformë. Do dëgjojmë po të njëjtat fjalë, kam frikë, unë vi nga 2015 dhe mundohem t'i referohem atyre parashtrimeve që janë bërë, po modernizim, ndarje territoriale efikase, shërbim ndaj qytetarit, forcim bashkive në aspektin në funksionin financiar, administrativ, shërbime publike, më të mira, zhvillim territori ekuilibruar. Në fakt, këto fjalë që u hodhën atëherë, që ishin synimet e asaj reforme, sot rezultojnë nga e kundërta. Shumë bashki rurale u gëlltitën nga qendrat e mëdha urbane, humbi përfaqësimi i tyre, dhe komunat u shkrinë në fakt dhe pati një ndërprerje edhe të përfaqësimit, por edhe të komunikimit me qytetarët, pasi komunat realizonin atë komunikimin e imët dhe krijoi dhe dizekuilibër zhvillimor ndërmjet bashkive, ku bashkitë e mëdha, për shkak edhe të mundësive që kanë hecur më shumë përpara se sa shumë bashki të tjera të vogla. Ndryshe e pa reformën e kaluar bashkryetari socialist Arbian Mazniku. Ai theksoi rëndësinë e një analize të bazuar në fakte dhe numra për efektivitetin e reformës, ndërsa shtoi se megjithse ekzistojnë ndryshime politike, fokusi duhet të mbetet te kompetencat dhe mundësitë që kanë bashkitë për të ofruar shërbime ndaj qytetarëve. Futjen e këtij diskutimi në ulli politik menjëherë, padyshim se secili prej nesh ka pozicione politike dhe sigurisht që ju jeni drejtën tuaj të mendoni gjërat që mund doni të mendoni për reformën e 2014-s, por gjëra që duhet të bëjë një komision si ky në mendimin tim, dhe ju i referuat sa gjë në fjalën tuaj, është ne të bazohemi ke faktet dhe ke shifrat, dhe të bazohemi në mënyrë sistematike ke eksperienca e qytetarëve në terren. Sigurisht bën shumë sens që njerëzit kenë opinione politike, krejt normale, por të gjitha të dhënat, dhe absolutisht të gjitha të dhënat, tregojnë në mënyrë sistematike që reforma e 2014-s ka përmirësuar në mënyrë masive të gjithë mënyrën e funksionimit të pushtetit vendor në vend. Të imagjinojmë një sekond se si do të ishte qeverisja vendore në Shqipëri sot, me sfidat që ka pushteti vendor sot, nëse ne do kishim akoma 373 bashkie komuna, me copza ku nuk bënin dot as punët më bazike të tyre. Debatet mes palëve vijuan në të njëjtën linjë mes deputetëve të dy akave. Fakti që jemi mbledhur këtu në një komision të reformës territoriale tregon që së pari reforma e parë e 2015-s ishte e mangët, sepse nuk u nis nga përgjegjësitë, nga kompetencat dhe nga pushteti lokal si një pushtet më afër qytetarëve, por u nis nga llogaria elektorale. Edhe në fakt më pëlqen edhe çfarë po thon, se natyrisht pjesën e parë kanë kundërshti për faktin që duhet realizohet ky operacion, ose kur hyn argumenta mbështesin nevojën që ka pasur Shqipëria në një reduktim të madh të numrit të njësive të pushtetit vendor. Kujtoj që në vitin 2014 apo që filloi së funksionori në 2015, ajo reformë ishte e njëanshme, ishte sunguar dhe pati disa defekte të cilët do të jenë udhërrëfysi jonë në këtë moment që ne po diskutojmë për të patur
një pushtet vendor që tjetë afër qytetarëve. Një komision shumë i rëndësishëm me një objektiv shumë sublim dhe jashtëzakonisht nevojshëm për kohën që kalojmë. Ne nuk mund të përcaktojmë fatin e këtij komisioni nëse vetë ne jemi dyshues për objektivat që i kemi vënë vetes. Fatin e bën njeriu vetë dhe komisioni e përcakton fatin e tij. Sepse eksperienca ka treguar komisionet bipartizane, kur ka pas bashkëpunim kanë nxjerr produkt, kur kanë pas bojkot dhe mohim kanë nxjerr një produkt që edhe ju vetë keni kritikuar, të parët politik tuaj, disa nga ju këtu që kemi bërë një gabim madh 2014 kur bojkotuam komision dhe ne nuk do të shkojmë në atë pikë. Motivat nga cila jemi nisur nuk përbëjnë as konfirmimi dështimit, as mohimi nevojës. Se fakti që ka nevojë për reformë mas 10 vjetësh dhe 10 vjetësh kohë mjaftueshme për të riparë çdo politikë publike në përgjithësi, është një standard i njohur. 5 deri në 10 vjeç dhe 10 vjeçi është periudha më së e mirë. Pse? Ka ndryshime demografike, ka ndryshim ekonomik, ka rikonceptim të pjesës urbane. Pavarësisht ndasive në bindje, të dyja palët theksuan se duhet thelluar më shumë diskutimi për reformën territoriale.